i qartë që në shtator shkolla të ishte përfunduar. Praktikisht, unë e kam ndjekur vazhdimisht gjatë gjithë asaj periudhe dhe shkolla ka përfunduar në muajin tetor. Tani jemi në muajin mars, dhe me thënë drejtën, prindërit kanë një shqetësim të vazhdueshëm se në harkun nga dhjetori deri në mars të këtij viti, pra nga dhjetori 2024 deri tani ju është ndryshuar jeta. Ta themi siç është. Edhe për ta, edhe për gjyshin, edhe për fëmijët, ka 3 pyetje. Edhe për fëmijët që praktikisht zhvillojnë mësim në orët e pasdites. Duke ndryshuar agjendën e prindërve, mbi të gjitha të prindërve që janë në punë dhe që duhet rregullojnë gjithë oraret e tyre pikërisht për këtë gjë. Për dërguar fëmijët në shkollë dhe për t'i kthyer ata përsëri ata në shtëpi. Për më tepër që edhe procesi i nxënjes së fëmijëve ka ndryshuar nga i pasdites në atë të paradites për t'u bërë gati për të shkuar në shkollë. Pra janë shqetësime krejt normale njerëzore që vinë në një moment që do duhet të ndërtohet një infrastrukturë e re, por nëse institucionet do të menaxhonin, dhe këtu po flas bashkia e para, juve si bashkëfinancues, po bashkia që ka përgjegjësinë konkrete të kontratës në raport me atë shkollë, patjetër që gjendja do të ishte shumë e mirë se sa kaq. Tani që flasim, janë të paktën, unë e thash edhe një seancë më përpara këtu, të paktën 1700-1800 prindër që normalisht janë vënë në vështirësi shumë të madhe edhe me punën e tyre, po edhe me aktivitetin e tyre të përditshëm, ashtu siç gjysër, po aq në vështirësi që duhet shoqërojnë fëmijët e tyre në shkollë. Tani është e tepër t'ju demonstroj fotot që shkolla ka mbaruar. Dhe ka mbaruar në tetor. Fotot që doja t'ju demonstroja janë fotot të shkrepura në muajin tetor. Për fat keq, vetëm këto 2 ditë të fundit ka filluar kompletimi i shkollës me bazën e domosdoshme materiale. Duke filluar nga bankat, ke dollapët e kështu me radhë. Nuk e di për laboratorët, sepse është një shkollë që ka disa laboratorë brenda që duhet i shërbejnë atyre fëmijëve. Kështu që të treja pyetjet synojnë në një përgjigje. Kur do të hapet shkolla 11 janari me qëllim që fëmijët fillojnë të zhvillojnë mësimin para dite dhe prindërit rregullojnë përsëri agjendën e tyre në raport me punët që kanë apo me çdo aktivitet tjetër që është njerëzor i etik për secilin prej tyre. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Kumbaro, keni drejt përgjigjeni, 5 minuta. Shumë faleminderit, zoti kryetar, të nderuar koleg, i nderuar deputeti Braça, në radhë parë shumë faleminderit që jepni mundësinë si juve dhe mua për të sjellë në vëmendje një gjë që është në interes publik, siç ju e thatë me drejt. Në përgjigje të pyetjeve tuaja, dua të sqaroj po kështu edhe opinionin publik, vetëm deputetin Braça, po sidomos prindrit, mësuesit dhe nxënësit e kësaj shkolle, mbi ecurinë e këtij investimi të rëndësishëm për arsimin Tiranë, të iniciuar dhe të realizuar nga Bashkia e Tiranës. Unë ndaj shqetësimin tuaj njësoj edhe si prindë dhe si qytetar dhe patjetër dhe si ministri i arsimit. Ndërkohë që flasim, e konfirmoj atë që thatë, ndërtimi i godinës së re të shkollës Edi Turham ka përfunduar. Sigurisht është një gjë përfundimi që shikojmë me sy edhe që e fotografojmë, dhe një gjë tjetër përfundimi procedurial ku mbasi ka mbaruar godina ka ca aspekte tjera kolaudimi e me radhë. Por nuk mjafton të përfundojnë muret, sepse duhet kryer dhe mobilimi që ka dhe ajo procedurën e vetë të prokurimit që është bërë në vitin 2026 me etapat që lë buxheti. Aktualisht po përmbyllet procesi i pajisjeve të mobilimit të ambienteve me orendi edhe mjete didaktike, po sërish nga Bashkia Tiranë se autoritet përgjegjës për këtë aspekt. Madje mund të konfirmoj të njëjtën gjë që thatë dhe ju për konfirmimin e verifikimin e fundit e kemi bërë sot në mëngjes, ku një pjesë e mobiljeve tashmë kanë hyrë në ndërtesë. Kemi një ndërtesë moderne, kjo është pjesa më e rëndësishme, me standarde infrastrukturore bashkohore, me kapacitetet zgjeruara për nxënësit dhe sidomos dua të theksoj që është
nëse mund t'jap dhe disa element statistikor, do të ketë 33 klasa mësimore, nga cilat 13 janë të dedikuara për arsimin fillor dhe 20 për ciklin nëntëvjeçar, duke siguruar kapacitetet mjaftueshme. Kujtoj këtu që është një ndër shkollat e rëndësishme të njësisë 5, që është një ndër njësitë më të populluara dhe kjo pastaj bën edhe interesin më të madh. Godina po pajiset me 10 laboratorë të specializuar për lëndë të ndryshme si informatika, fizika, kimia, biologjia dhe gjuha e huaj. Krahas tyre do të pajiset dhe me sallë multimediale, bibliotek dhe tashmë ka të inkorporuar ndërtes një palestër me standarde të larta me një sipërfaqe prej 405 metra shkatror, duke krijuar hapësira funksionale edhe për zhvillimin e aktiviteteve të tjera mësimore dhe edukative. Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe, nxënësit e shkollës Edi Duram po zhvillojnë mësimin në ambientet e shkollës Emin Duraku, e cila ndodhet saktësisht vetëm 160 metra larg kësaj shkolle, duke mos u larguar nga zona ku nxënësit janë mësuar të shkojnë. Kjo vlen edhe për prindrit apo dhe për familjarët, po edhe për mësuesit, duke u përpjekur të mos shkaktojnë probleme. Dua të theksoj nga ana tjetër që veç shkolla Emin Duraku është një shkollë e re, ndërtuar sipas standardeve europiane, përmes programit EU for School, duke garantuar kushte shumë të mira për zhvillimin e mësimit. Me një obor dhe mjedise shlodhëse zbavise të gjëra, përfshirë dhe hapësirat e brendshme për aktivitetet të mëdha. Në këtë rast, jo më larg se dje unë kam qenë me disa nga mësuesit e shkollës Edi Duram që më konfirmuan edhe gjithë koordinimi dhe organizimi shumë të mirë midis dy shkollave, dhe dua të shpreh një falënderim të veçantë për nxënësit, mësuesët, por edhe për prindrit dhe gjyshrit, të cilët gjatë gjithë kësaj kohe kanë treguar mirëkuptim dhe bashkëpunim maksimal në mbarvajtjen e procesit mësimor, për të thënë që kjo bashkëjetesë është drejt fundit. Solidaritet shumë i rëndësishëm ky për të garantuar vijimin normal të procesit mësimor. Shumë shpejt nxënësit do të rikthehen, mund të them që ndoshta brenda 2 muajsh, por le të themi që duke pas parasysh që jemi në fund të vitit shkollor, do të jetë një erë mirë në shtator të vitit të ardhshëm, ku të gjithë nxënësit do të jenë në shkollën Edi Duram, ndërkohë që tek Emin Duraku do të vazhdojë shkolla normalisht. Kjo merr vlerë të themi që nuk është çështja e një shkolle. Vitin e kaluar rreth 70 shkolla janë rinovuar dhe ndërtuar në të gjithë territorin e Shqipërisë, ndërkohë që flasim kemi 42 kantiere ndërtimi të hapura që mbyllen brenda vitit 2026. Sigurisht në disa prej tyre, në qytete ndryshme, në bashki të ndryshme, janë bashkëjetesa të kësaj natyre të përkohshme, po si një fazë tranzitore e domosdoshme, me qëllim që Ministria e Arsimit në bashkëpunim me njësitë e qeverisjes vendore të mund të mbylli në kohë rekord ndërtimin dhe rindërtimin, sidomos dhe pajisin e tyre me të gjithë laboratorët e nevojshëm. Dua të shoj edhe informacion tjetër, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Arsimit janë duke përgatitur një paketë të re ndërhyrjesh me rreth 60 shkolla në gjithë territorin, ku do të ndërhyjet për rritjen e eficiencës energjisë. Janë gjitha këto projekte dhe investime që Përfundoj fjalën. Vetëm një fjali të fundit, dua, duke qenë se jemi ke java e mësuesit të shtunën troket 7 marsi, e kemi konsideruar këtë javën e mësuesve, kërkojmë mbështetje nga të gjithë për trupën dhe e gjithë profesionistëve të arsimit, mësues, psikolog, punonjës social, edhe ju ftoj të më duar të rokisni kur them rrofshin mësuesit e Shqipërisë. Faleminderit, zëra ministre, zoti Braça. Nderuar ministre, 3 gjëra. E para mbi gjitha mu duk vetja si i vetmi jo solidar me ndërtimin e kësaj shkolle, pra shkollës 11 janari. Me thënë drejtën, unë nuk kam sjell këtu shqetësim timin personal. Unë e kam mbaruar shkollën dhe e kam mbaruar herët. Nuk kam as nipër as mbesa, madje nuk kam as fëmijë që të jetë në moshën për ta çuar në këtë shkollë. Ky që solla këtu është shqetësim prindrish, jo shqetësimi im personal. Për shqetësimet mia personale do duhet prisni shumë kohë që unë të viti them këtu e t'i marr kohën parlamentit pikërisht për to. E dyta gjë që duhet të them. Nuk është çështje metrash. Pra nuk është çështje 160 metrave që ata fëmijë kanë shkuar më poshtë, por siç e thash, e para mbi të gjitha procesi mësimor i tyre është vendosur për një periudhë të gjatë kohore nga paradite në pasdite. Dhe ju e dini fare mirë se jeni e fushës që kjo gjë patjetër që ndikon në psikën e fëmijës.
dhe mënyrën e përgatitjes atij fëmie për në shkollë. E dyta gjë që dua t'ju them, ka të bëjë drejt për drejt me prindërit e tyre. Pra nuk është çështja e distancës 160 metra nga aty atje, po është çështja që ata prindërit duhet lënë punën për të çuar në orarin e drekës fëmijët në shkollë. Dhe pastaj të mbarojmë punën shpejt e shpejt dhe të kthehen për ta marrë fëmijën dhe për ta çuar po prapë në shtëpi. Pra nuk është çështje metrash, është çështje thelbësore e jetës së një fëmie dhe mbi të gjitha pastaj edhe e prindërve të tyre që merren edhe që kanë përgjegjësi drejt për drejt për atë fëmijë. E treta gjë që pata nga ajo që ju thatë, lidhet me shtatorin që vendoset si afat. Sinqerisht vetëm këtë përgjigje nuk prisja. Nuk prisja. Shtatori për cilin kemi folur, ka folur edhe kryeministri, ka folur edhe bashkia, ka folur edhe kompania nën kontratë, ka qenë shtatori i vitit i vitit që shkoi. Jo shtatori i këtij viti që do bëhet, po shtatori i vitit që shkoi. Dhe kur them që shkolla ka mbaruar në tetor të vitit që shkoi, dhe këtu kanë fotot, nuk janë muret, nuk janë as korridori, po janë të gjitha sistemet, përfshi edhe ashensorët hypa vetë në tetor për fëmijët me aftësi ndryshe, dhe me radhë sistemet e aspirimit, sistemit e ngrojes, ftojes, aspirimit që janë për herë të parë në atë shkollë, si në shkollat e tjera që janë bërë, tek palestra e kështu me radhë. Pra, thash që kanë përfunduar sistemet dhe sistemet e mbikëqyrjes me kamera të çdo klase, edhe sistemet tjera. Një gjë mungon atje. Mobilimi dhe mobilimi pastaj me laboratorët që janë të domosdoshëm. Që në muajin qershor të vitit që shkoi, kur pash ritmet e punës dhe Ta përfundoj fjalën, po. Dhe pash ritmet e përfundimit të punës në atë shkollë, kam kërkuar me zë, edhe ndaj Ministrisë së Arsimit në atë periudhë, po edhe ndaj Bashkisë së Tiranës që të merret me procedurat. Tani, në qoftë se dikush vonohet, se prandaj fola për mirë administrim dhe menaxhim të kohës, në funksion të shërbimit të fëmijëve edhe të prindërve të tyre. Po, në qoftë se dikush fle gjumë, nuk duhet ta vuaj as fëmia, as prindi. Dhe ka fjetur gjumë shumë gjatë, me thënë drejtën. Kështu që do ilusha shumë që shtatori mos ta shikoni si opsion. Shkollat pajisjet sa parë të mundur dhe fëmijët të rikthehen në shkollën e tyre. Faleminderit. Faleminderit. Këtu përfundon zhvillimi i pyetjeve të kërkuara me Ministrin e Arsimit. Vijojmë me renditje pika 4 seanca pyetje përgjigje me Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zotin Andis Salla, kërkuar nga deputeti Erion Braçe. Nuk ka, në seancën e pyetje përgjigjeve nuk ka procedurë. Pyetjet drejtuar Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural janë në lidhje me tjetërsimin e tokës së lumit Seman pranë fshatit Imsht në Bashkinë Lushq. Fillojmë duke respektuar minutazhin përcaktuar në nenin. Jemi në mes të pyetje përgjigjeve, ju lutem. Jo, nuk ka procedurë në këtë moment. Nuk ka, në këtë pikë nuk ka ndërhyrje, ka vetëm pyetje përgjigje ndërmjet deputetit dhe ministres. Zoti Braçe, keni drejtën për të parashtruar pyetjet. Zoti Braçe. Po t'ishte para 3 javësh zonjë po patjetër, po jo të presim muaj. Nderuar kryetar, nderuar ministër, shqetësimi që kam sjell dhe për cilin kërkoj një përgjigje, lidhet me një sipërfaqe toke publike të qartë, referuar ligjeve, akteve nënligjore dhe udhëzimeve të nxjerra në funksion pikërisht ligjit për burimet ujore në Republikën e Shqipërisë. Lidhet me tokën e lumit pranë fshatit Imsht në njësinë Bubullim të Bashkisë së Lushnjës. Por, me aq sa unë kam parë në atë territor, e njëjta problematik është edhe me tokën e lumit, edhe në lumin Shkumbin, ku ka pretendime kohë pas kohe për të marrë sipërfaqe toke nga toka e lumit
edhe për të kthyer në pronë private në funksion të disa individëve, duke përjashtuar jo vetëm institucionet publike që janë të ngarkuara nga ligji për të mbrojtur këtë tokë, por duke përjashtuar edhe banorët e zonës që ndodhet pranë pikërisht këtyre territoreve. Historia është e gjatë, historia ka gati 2 vite e ca, 3 vite që konsumohet në të dy anët, edhe në lumin Seman, edhe në lumin Shkumbin, me individ që kohë pas kohë ndrojnë njëri tjetrin, por që paraqiten atje për të pronësuar tokë publike. Po e përsëris edhe një herë. Ndërkohë që situata bëhet akoma më e vështirë në kushtet kur të paktën nga muaji nëntor i vitit që shkoi deri tani, lumi Seman ka dalë nga shtrati të paktën 5 herë. Jo vetëm për shkak kushteve atmosferike, po edhe për shkak të impaktit që ka hidrocentrali i Banjës i lidhur me lumin Seman. Dhe me flukset e ujit që derdhen në të. Thënë këtë, unë mendoj që kjo sipërfaqe toke, veprat që janë në të, janë jetike për të mbrojtur fshatin në radhë të parë, e në krahun tjetër pastaj i shkoi ides që tokat që kanë një lloj boniteti që është i mjaftueshëm për të kultivuar produkte bujësore, është themelore që t'i mbeten bujësisë. Asnjë sektori tjetër dhe asnjë iniciative tjetër private që diversifikon, është fjala që përdoret atje nga ata që duan ta marrin atë tokë, pra diversifikon mënyrën e administrimit një tokë. Doja që sillen vëmendje faktin që koncepti për tokën bujësore ka ndryshuar totalisht dhe nuk lidhet më me bonitetin, po edhe boniteti 8, 9 po t'jetë përmes hidroponisë kthehet në sipërfaqe të domosdoshme për të prodhuar produkte bujësore. Dhe ne, patjetër, ne, Shqipëria, jemi deficitarë në këtë aspekt, duam sa më shumë të rrisim prodhimin dhe natyrisht të rrisim edhe nivelin e eksporteve tona, për të ndikuar në treg të brendshëm dhe natyrisht për të sjellë të ardhura tek ato familje që merren me bujësi në këto territore. Kështu që po i përmbledh pyetjet, thelbi është mbrojtja e jo vetëm asaj sipërfaqe toke, po të gjitha tokave të lumit në gjithë gjatësinë e tij, qoftë në krahun e Semanit, qoftë edhe në krahun e Shkumbinit, në të dyja bashkitë, edhe në bashkinë e Lushnjës, po edhe në bashkinë e Divjakës. Faleminderit. Faleminderit, zoti Salla, keni drejtën për të përgjigjur deri 5 minuta. Nderuar zoti kryetar, të nderuar deputet, nisur nga shqetësimi i ngritur nga deputeti Braçe, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka evidentuar dokumentacionin kadastral që disponon Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes tokës pranë Këshillit Qarkut Fier për pasurinë në zërin kadastral Pyll dhe Ar dhe tokë e pafryqshme përgjatë rrjedhjes së lumeve Seman dhe Shkumbin në territorin administrativ të bashkisë Lushnje dhe Divjak. Duat përcjell që në vëmendje se në fushën e veprimtarisë së Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është vetëm toka bujqësore. Pyetja, pse lejohet grabitja dhe tjetërsimi i tokës lumit Seman pranë fshatit Imsht dhe njësia administrative Bubullim Bashkia Lushnje, lidhur me pyetjen e parë,